Peshorja. Peshore, nuk po ju them që të bëni kompromis me pjesën e errët të psikikës tuaj me unin tjetër që është brenda jush, po them vetëm që duhet të mos e bëni armik atë unin tjetër që keni brenda, duhet miqësoheni me të. Në qoftë se ja arrini të krijoni një raport jo agresiv me unin tuaj, i krijoni vetes mundësinë që ai uni tjetër, pjesa e errët e juaja, ku hyni nati, çmira, hakmarrja, kokforcia, të mos ju pengoj nga mbrapa, të mos ju vej stërkomsh, siç thonë në Tiranë në momentin e gabuar. Duke dominuar cilësitë e mësipërme, do të bëheni zot të vetës dhe nuk do të bini në kaos, nuk do të ngatroheni me këmbët tuaja. Betejë që duhet të zhvilloni në këtë moment është kundër vetës dhe të jeni të sigurt që do të dilni fitimtar. Arritja më e mirë është njohja dhe zotërimi i vetvetes. Është momenti për ta bërë këtë, o peshore.